Ndonëse më 9 maj, gjithsesi në ditën e Evropës, koalicioni Vlen, i përbërë nga Alternativa, Lëvizja Besa, Lëvizja Demokratike, një pjesë Aleancës për Shqiptarët dhe përfaqësues të vetvendosjes, u bashkuan në një subjekt të vetëm politik. Këto parti vazhdojnë të figurojnë në regjistrin qendror si parti të veçanta. Për këtë çështje kanë reaguar sot edhe nga partia opozitare shqiptare e BDI, të cilët akuzojnë Vlenin se kanë mashtruar qytetarët. Sipas tyre, Vleni ekziston si emër për propagandë. Mashtrim është kauza e tyre, mashtrim është organizimi i tyre, mashtrim është edhe ashtu quajtura shkrirje në një parti. Para qytetarëve paraqiten si një subjekt i bashkuar. Dokumenti i regjistrit qendror i lëshuar më 17 gusht 2026 dëshmon se Lëvizja Besa vazhdon të figurojë si parti aktive me Bilal Kasamin kryetar dhe me autorizim të pakufizuar. Vleni ekziston si emër për propagandë. Partit, kryetarët, vulat dhe interesat personale vazhdojnë veç e veç. Ndërkaq, zëdhënësi i partisë Vlen, Driton Sulejmani, këmbëngul se Vleni funksionon si një parti e vetme, ndërsa tha se regjistrimi është vetëm çështje teknike dhe se së shpejti do të përfundojë. Mendoj se shumë shpejt do të vjene edhe deri te regjistrimi i partisë në regjistrin qendror, po do të vjene, jemi duke punuar edhe në një seli të përbashkët, se tash nëse e shihni punën tonë po e zhvillojmë në disa objekte. Jemi në fazat përfundimtare, është duke u punuar në këtë drejtim dhe nuk ka dyshime që Vleni më vetëm është një subjekt politik, ashtu po funksionojmë, funksionimin e kemi si një subjekt, mirë po janë disa procedura më shumë teknike të cilët ende nuk kemi arritur t'i përfundojmë dhe janë në përfundim e sipër. Ndonëse partia Vlen udhëhiqet nga dy bashkryetarët, Izet Megjitje dhe Bilal Kasami, Sulejmani tha se selia kryesore e Vlenit do të vendoset në Shkup, në qendrën tregtare Mavrovasja.